Vetëm pak minuta larg qytetit të Elbasanit, pranë autostradës Elbasan-Tiranë, gjendet një nga objektet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Në fshatin Shion gjendet manastiri i Shën Joan Vladimirit. Sa kaq, fillesat e para të kishës datojnë në vitin 1008. Ekzistojnë shumë gojdhëna dhe histori që na rrëfejnë dhe flasin mbi mënyrën se si dhe kur u ndërtua kisha e manastirit. Sipas gojdhënave më të hershme na tregohet se ishte vetë shejti Shën Joan Vladimiri, i cili ndërtoi aty një kishës të vogël ku ai falej 7 herë në ditë, një nga figurat më të hershme dhe më të nderuara të krishtërimit në trevat shqiptare dhe në Ballkan. Ai jetoi rreth shekujve 10 dhe 11 dhe ishte princi Dukles, i njohur për drejtësinë dhe përkushtimin ndaj besimit. Pas përplasjeve politike të kohës, u vra me pabesi dhe u shpall martir, duke u kthyer në një nga shejtorët më të nderuar në rajon. Kulti të tij ju përhap adhurimin në disa vende të Ballkanit, ndërsa tradita e lidh nderimin e tij edhe me zonën e Elbasanit. Prifti i manastirit Atire Negega, i cili shërben në këtë kult fetar, na njeh më në detaje me veprimtarinë e shejtit dhe lidhjen e tij me këtë trev. Manastiri Shën Vladimirit, fillimet e tij ka që në kohën kur Shën Vladimiri jetonte në botë. Shën Vladimiri ka jetuar rreth fundit të shekullit 10 dhe fillimit të shekullit 11. Shën Vladimiri dim që ishte nga kraja e Malit të Zi dhe kishte ardhur në këtë vend këtu një ditë për të gjuajtur për gjarë me ushtarët e tij, kështu na thuhet në jetën e tij. Dhe këtu ai, duke qenë dhe njëri i shenjtë, dhe njëri që bënte një jetë të shenjtë, njëri që luteshe, atij Perëndia i shfaqi një zog, dhe ai zogu mbante një angjëll i Zotit që u shfaqi në formën e zogut, që mbante në krahët e saj një kryq. Dhe pikërisht në këtë vend që është kisha sot, angjëlli zbret, pra zogu zbret dhe le kryqin, dhe në këtë vend Shënia Vladimir ofrua me shumë lutje dhe mori kryqin dhe në këtë vend ndërtoi një kishë të vogël. Dhe sa herë që vinte në këtë anë, ai thuhet në jetën e tij që vinte dhe luteshe 7 herë në ditë në këtë vend. Pra, ky vend ka fillimet që në fundin e shekullit të 10 dhe fillimin e shekullit të 11. Gjon Vladimiri ishte një nga martirët e kishës ortodokse që u vra në Ohër. Sipas gojdhënës, ai mori kokën e tij të prerë dhe vendosi në vendin ku sot ndodhet manastiri Shën Joan Vladimirit, pjesë të cilës është edhe kisha. E fton Shën Vladimiri një ditë në Ohër për ta pritur si mikun e tij. Por Shën Vladimiri, duke ditur që ai ishte njëri tinzar, njëri i jetër për pushtet, i thotë që unë të besoj që ti nuk do të më vrasësh dhe nuk do të bësh asgjë, duhet betohesh në ungjilltat edhe në kryqin që ishte në fshatin e tij në krajt të Malit të Zi. Ishte një kryq i madh druri dhe duhet betohesh në kryqin dhe në ungjill. Dhe ai u betua dhe si sheh garancie që nuk do ta vriste, ai dërgon 2 episkop dhe një eremit me kryq në dorë që si garanci që nuk do ta vriste Shën Joan Vladimirin. Dhe Shën Joan Vladimiri mori rrugën dhe u nis për në Ohër. Dhe ai kishte ngritur 3 prita me njerëz me ushtarë për ta vrarë Shën Joan Vladimirin, por Perëndia nuk lejoi që ai të vritej. Dhe kur ai arriti në Ohër, ai Vratislavi u çudit se si ka mundësi që ky nuk është vrarë, dhe për një herë nxorri shpatën për t'i prerë kokën, na thuhet në jetën e tij. Por Shën Joan Vladimiri thotë që jo me shpatë, thotë, por me kryqin që ti tradhtove. Dhe ai i pret kokën dhe merr kokën në dorë dhe vjen nga Maqedonia, vjen këtu në këtë vendin këtu. Dhe këtu varroset në 4 qershor të vitit 1015. Dhe prandaj neve kemi edhe festën që bëjmë në 4 qershor çdo vit. Pas vdekjes së shejtit, lipsanet e tij kanë lëvizur disa herë mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Sot një pjesë e tyre gjenden në kishën e Shionit në Elbasan dhe një pjesë në Tiranë, ndërkohë manastiri u rindërtua dhe mori formën e plot në vitin 1380 nga Karl Topia. Kur ai u varros këtu në fillimin e shekullit 11, lipsanet e tij për 3 shekuj kanë lëvizur në Mal të Zi dhe në Durrës. Kur Karl Topia rindërtoi manastirin në shekullin 14, ai i solli lipsanet e Shën Vladimirit përfundimisht këtu në këtë vend. Dhe që nga shekulli 14 lipsanet kanë qëndruar këtu në këtë vend. Në kohën e komunizmit, lipsanet e Shën Vladimirit u dërguan në kishën e Shërmarisë në lagjen Kalat të qytetit Elbasanit. Dhe me rihapjen e kishave, lipsanet e Shën Vladimirit, një pjesë që është arka e madhe që janë pjesë më të mëdha të trupit të Shën Vladimirit, gjenden në kishën në Tiranë, dhe një pjesë tjetër e kemi këtu në manastir që të gjithë besimtarët dhe njerëzit vinë dhe kanë mundësi të nderojnë këtu në manastir. 4 qershori shënon ditën e vdekjes së Shën Joan Vladimirit. Çdo vit, në këtë datë manastiri vizitohet nga pelegrin nga vende të ndryshme, një dëshmi e ndikimit shpirtëror që sipas Atiri Negegës bashkon popujt të ndryshëm
Gjatë 2 ditëve të kremtimit të fesë së Shenjave të Dimrit, neve bëm një program me festat fetare që neve kryejmë në kishë. Fillojmë që në datë 3 me shërbesa tërë natën dhe në datë 4, ku edhe këtu vinë nga të gjithë, siç e tham, nga të gjithë Ballkani dhe nga të gjithë edhe pjesë të tjera të ndryshme të vend të botës. Edhe mbasi marrëm edhe liturgjinë në mëngjes në datë 4, neve kemi një ceremoni që marrim lipsanet e Shenjave të Dimrit dhe i sjellim rreth qark kishës 3 herë. Manastiri njihet jo vetëm si një nga objektet e rralla të trashëgimisë kulturore shqiptare, por edhe një potencial i rëndësishëm për zhvillimin e turizmit në Elbasan.